dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Lyhen me bojë stolat në zonën më të frekuentuar të qytetit nga punojësit e ndërmarrjes së punëve publike. Sipas drejtorit të kësaj ndërmarrje Elson Zeka, puna do të vazhdojë për të dhënë qytetit një pamje më estetike. Pak ditë para 21 janarit, ditës së Kongresit të Lushnjës, Bashkia ka ndërmarrë një ndërhyrje të rëndësishme estetike me lyerjen me bojë të pjesëve anësore të stolave në zonën më të frekuentuar të qytetit për të krijuar një mjedis më të këndshëm për të gjithë. Punojësit e ndërmarrjes së punëve publike filluan punën me pastrimin e skulpturës simbol të qytetit, Djali mbi Buallic, të cilën prej kohësh nuk e kishin parë kaq të pastër. Më pas u vazhdua me lyerjen e stolave të Lulishtes dhe të stolave tek rruga e shtëpisë Kongres. Sipas drejtorit të kësaj ndërmarrjeje Elson Zeka, do të vazhdojnë me lyerjen e të gjithë stolave në Lulishte, në bulevardin kryesor, në qendër e të tjerë, për të dhënë qytetit një atmosferë më mikpritëse dhe tërheqëse për banorët dhe vizitorët. Që kur janë vendosur stolat nuk është ndërhyr asnjëherë për lyerjen e tyre me bojë, por ishin lënë të pistë, të zverdhur nga shiu dhe dielli, duke prishur pamjen estetike të qytetit dhe duke u vrarë sytë qytetarëve që uleshin për të kaluar kohën e lirë në këto hapësira të dedikuara pushimit me mosruajtjen e higjienës nga ana e bashkisë. Ky aksion për përmirësimin e hapësirave publike ka për qëllim të përcjellë edhe mesazhin për mirëmbajtjen e qytetit. Policia e Fierit ka arrestuar 42 vjeçarin pasi furnizonte farmacitë e Fierit me ilaçe të skaduara dhe ilaçe të futura kontraband pa faturë tatimore. Goditet një rast i hedhjes në treg të ilaçeve të skaduara dhe të ilaçeve të futura kontraband pa faturë tatimore në Fier. Finalizohet pas një pune hetimore disa mujore operacioni policor i koduar Skadenca me arrestimin e 42 vjeçarit që magazinonte në banesë medikamente të ndryshme pa faturë tatimore me një pjesë të konsiderueshme të skaduara, të cilat më pas i hidhte në treg duke furnizuar farmacitë e qytetit të Fierit. Sipas njoftimit të policisë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare, pas një pune hetimore disa mujore të ndjekur me metoda speciale të hetimit, në bashkëpunim me prokurorinë bazuar në provat e siguruara nga hetimi, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Skadenca. Bazuar në provat e siguruara nga hetimi, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka vendosur lejimin e kontrollit të banesës në pronësi të shtetasit BB. Si rezultati i kontrollit, janë gjetur gjithsej 4289 kuti me medikamente të ndryshme, ku një sasi e konsiderueshme e tyre ishte skaduar dhe pjesa tjetër pa faturë tatimore. Nga hetimi ka rezultuar se ky shtetas prej një periudhe të gjatë kohore magazinonte medikamente të skaduara dhe më pas i hidhte në treg, duke furnizuar farmacitë e qytetit të Fierit me qëllim përfitimin. Në përfundim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit BB 42 vjeç banues në Fier. Materialet procedurale i referohen prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier në ngarkim të shtetasit BB për veprat penale, prodhimi dhe tregtimi barnave dhe pajisjeve mjekësore të falsifikuara ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin, fshehja e të ardhurave, ruajtja ose depozitimi i mallrave kontraband dhe tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband. Kreu i urdhrit të farmacistëve për qarkun Fier, Afrim Plaka, e cilësoi të pavend deklaratën e policisë se barnat e sekuestruara në operacionin policor Skadenca janë shpërndar në farmacitë e qytetit. Kreu i urdhrit të farmacistëve për qarkun Fier, Afrim Plaka, ka hedhur poshtë akuzat se barnat e sekuestruara në operacionin policor Skadenca janë shpërndar në farmacitë e qytetit. Ai theksoi se personi arrestuar nuk kishte lidhje direkte me farmacit, por ishte shpërndarës në një depo farmaceutike, ndërsa çdo bar i pajisur me pullën e kontrollit konsiderohet i sigurt. Plaka e cilësoi të pavend deklaratën e policisë duke shtuar se ajo ka krijuar pasiguri te qytetarët dhe indinjat te farmacistët. Personalisht mendoj që aksioni i djeshëm i policisë, i cili ka prekur një person, një individ, lidhja e cilit me farmacin nuk është direkte, pra nuk kemi të bëjmë me një farmacist në këtë rast, por një person i cili punon në një shpërndarës farmaceutik. Detyra e tij ishte që të shkonte në të gjithë farmacitë e qarkut, të merrte porositë të cilat më pas ja transmetonte depos ku ai punonte dhe më pas depoja furnizonte farmacitë me këto barna. Është fare e paqartë arsyeja se si këto sasi barnash ndodheshin në posedim të këtij personi. Flasim për dy kategoritë që pretendojnë të gjetura. E gjej pa vend shprehjen në deklaratë të faktit që këto barna shiteshin në farmacitë e Fierit. Është jashtë çdo lloj mendimi profesional, mua
më duhet të shpreh mirënjohje për gjithë farmacistët e rajonit Fier, të cilët me shumë profesionalizëm, me shumë kujdes, në zbatim të plotë të ligjit, shërbejnë çdo ditë. Dhe kanë një rregullore në bazë të cilës trajtojnë barnat e skaduara në farmacitë e tyre. Barnat e skaduara që kalojnë afatin e përdorimit në farmaci ruhen në një vend të veçantë dhe pastaj kanë një kontratë për mbetjet në bazë të cilës i dorëzojnë më pas këto barna. Dhe duket e paarsyeshme që një subjekt farmaceutik të blej nga dikush barnat skaduara. Kjo është një gjë që nuk mund të mendohet dhe për këtë arsye unë e gjej fare të pavërtetë dhe të pambështetur deklaratën se më pas këto barna shiteshin në farmacitë e qytetit Fierit. Për më shumë, në qoftë se nuk kemi asnjë lloj rasti, asnjë lloj indicie që ky veprim ndodhte, ne nuk mund të shprehemi në këtë formë. Ai pranoi se një pjesë e qytetarëve u drejtohen barnave të futura nga jashtë, por theksoi se edhe këto nuk janë gjithmonë të sigurta, duke apeluar për besim te barnat e kontrolluara në tregun vendas. Ka shumë pacientë të cilët ndjehen më të sigurt duke përdorur një bar i cili vjen me termin që ne përdorim kontraband, por mund të jetë një rrugë më e thjeshtë dhe mbase që nuk e meriton këtë term. Këto rrugë shpeshherë janë të pasigurta. Nëse ne kemi të bëjmë me barna që janë termolabile, themi dhe trajtohen në një mënyrë shpërndarje të veçantë, duke ruajtur edhe kushtet e temperaturës, nuk mund të jemi asnjëherë të sigurt që na kanë ardhur në mënyrën e duhur nga Greqia apo nga një shtet tjetër deri në Shqipëri. Dhe shpeshherë dhe origjina e tyre është e paqartë. Prandaj do të ishte më mirë që të gjithë pacientët të kenë më shumë besim dhe të bazohen ke tregu farmaceutik vendas dhe i kontrolluar nga Ministria e Shëndetësisë. Plaka përfundoi se çdo rast abuzimi duhet të përballet me ligjin. Shiste lëndë narkotike me doza në Fier dhe Patos. Policia arreston 49 vjeçarin. Goditet një tjetër rast i shitjes së lëndëve narkotike në doza. Kapet nga policia në flagrancë dhe vihet në pranga një shtetas që shiste doza kanabisi në Fier dhe në Patos. Gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit në banesën e tij, ju gjetën dhe ju sekuestruan doza saci kanabisi. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Fier, në vijim të kontrollave të njëpasnjëshme të kryera në kuadër të operacionit të koduar New Star 3 për goditjen e rasteve të shitjes së lëndëve narkotike, kanë goditur një tjetër rast të kësaj veprimtarie kriminale. Për këtë rast u vu në pranga shtetasi HM, 49 vjeç, banues në Patos, i cili u kap në flagrancë me doza kanabisi në një lokal në Patos. Në vijim gjatë kontrollit në banesën e 49 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën një sasi lënde narkotike kanabis që ai e posedonte me qëllim shitja në doza. Lënda narkotike që posedonte ky shtetas dhe celulari i tij u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Manipulohen votat preferenciale në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Prizren. Prokuroria po heton tjetërsimin e votave. Pas manipulimeve me votat në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit në Kosovë, Demokracia në Veprim ka thënë se rinumërimi plot është i pashmangshëm dhe se hetimet duhet të përfshin edhe kandidatët. Kryeprokurori i Prizrenit Petrit Kryeziu ka bërë të ditur se ka autorizuar policinë e Kosovës për të identifikuar personat përgjegjës të sigurojnë prova duke përfshirë edhe nënshkrimet e tyre. Rinumërimi i votave i nisur më 13 janar ka nxjerrë në pa mospërputhje votash brenda listave zgjedhore dhe jo tek votat e partive. Rinumërimi i votave ka nxjerrë një model manipulimi që është përdorur në të gjitha komunat. Në Prizren më së shumti kanë përfituar kandidatët e Prizrenit, në Kaçanik ata të Kaçanikut e në Podujev kandidatët e po kësaj komune. Rinumërimi deri tanishëm i votave ka prodhuar ndryshime në përbërjen e kuvendit, ku një nga kandidatët ka humbur ulse në kuvend, të cilën e pati fituar bazuar në rezultatet e para. Jashtë kuvendit ka mbetur ministri në detyrë i zhvillimit rajonal dhe kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, Fikrim Damka. Vendin e tij e ka zënë kandidati i katërt në listën e KDTP-s. Megjithatë, dallimet më të mëdha janë evidentuar në 3 partitë më të mëdha parlamentare. Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.